Jemi në një nga vendbazimet e forcës armatose, forcës toksore. Nuk kemi nevojë të japim detaje se ku dhe eksaktësisht, por sapo shkruar dorëzimi i një sasie të parë sistemet plëshimit Javelin, edhe Shqipëria dhe Kosova që është e vërteta një pjesë e kësaj ndihmese dhe bashkëpunimi bilateral me Shtetet e Bashkuara, sikundër dhe raketat e para antitank që lëshohen nga këto sisteme. Është e rëndësishme për 3 arsye. E para sepse ka të bëjë me një kërkesë të hershme të forcave dhe më në fund po realizohet. E dyta sepse bashkëpunimi me Shtetet e Bashkuara mbetet në themel të forcimit të kapaciteteve tona dhe të rritjes së aftësive mbrojtëse, janë sisteme antitank, mund të shërbejnë edhe në situata të caktuara edhe për kundërshtimin e elementeve fluturues në distancë të shkurtër. Dhe pika e tretë që është e rëndësishme ka të bëjë me aftësimin e personelit ton të luftimit me gjitha sistemet pajisje teknologjitë e përditësuara.